Sigurisht, dëgjoj. Unë sot e para kuptova pse Rama nuk shkoi në Zvicër, kur u bë mbledhja e parë e bordit, dhe pse shkoi pikërisht sot, ose pse e la për sot. Sepse përkon fiks me mbylljen e gjyqit të UÇK-s. Dhe po të shohësh narrativën e Ramës në raport me Zojen Osmani, u duk sikur raundin e parë të takimit me Trumpin dhe të ballafaqimit dhe të marrëveshjes e ja kishte lënë Vjosës, dhe vulën doja vinte vetë, me fjalimin publik dhe jo vetëm me ato 5 fjalë që u thanë pas eventit. Kam përshtypjen se është një moment që politika shqiptare, ndryshe nga herët e shkuara, të vonuar disa me përjashtim të një personi politik, që nuk ka folur fare, që është Sali Berisha, i cili me qira Allafi duhet ishte në 17 shkurt, si gjithë të tjerët në shesh në Prishtinë, ishte vetëvendosja aty, ishin të gjithë aty, nga Malizi, në Preshev, në Shkup. Nuk isha zoti Kurti, për shumë. Kishte përfaqësuesat. Okej, po zoti Kurti si? Kishte përfaqësues. Pa të përfaqësues nga PD-ja duhet të kenë qenë. Kishte zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e jashtëm në sallën e gjyqit. Nuk mund të kërkosh tani kur nuk shkon Albin Kurti të kërkosh ish kryeministri i Shqipërisë shkoi. Domethënë nuk dakord. Ka rrallë muhabeti. Dakord, po tani doktori është doktori, nuk është Albini. Jo, unë doktorit mund t'i kujtoj një gjë tjetër, pse nuk votoi rezolutën në Këshill në Parlament për shembull. Pse nuk e votoi rezolutën? Mund t'i kërkosh edhe për në sigurisht kishte punë që t'ikte jashtë. Edhe Kosova nuk ka qenë ndonjëherë. Jo, ka qenë kaos, ndërkohë në Facebookun e tij kanë nxjerr video të vizitave e tij të rralla duhet të në Kosovë, se nuk ka qenë shpesh Kosovë. Për te kësaj, domethënë shihet një lloj konsensusi, e pash edhe në Hag me zotin Konjufca, që edhe pse vonë janë një farë mënyrë të përbashkuar rreth kësaj kauze. Dhe Rama sot ka zhgënjur shumë njerëz në Tiranë, të cilët kanë menduar që Rama do shkonte në Washington për të qarë hallet e veta, dhe teksa e kanë parë që qanë hallin e komandantëve dhe jo hallin e tij, do të thotë që halli i tij nuk ekziston, dhe besoj se për këtë janë mërzitur shumë njerëz në Tiranë. Ja, ky ka qenë PR i Ramës, thoni ju, në fjalimin e tij. Absolutisht, domethënë Rama arriti disa momente fjalimi. Ishte korrekt politikisht, arriti edhe Europës, edhe atyre që aludojnë që po ndërtohet një OKB-re, arriti të marrë një duartrokitje në mes të fjalimit, bërë një propozim, si pak kush, për një pjesë që jo gjithë kanë guxim ta flasin, pra për fëmijët, për palestinezët, dhe në fund u fokusua një 2 minutësh. Ka preku sensibilitetin e vendeve muslimane. Duke i thënë se ju thatë me drejt, e thatë edhe në editorial, ai i përmendi Trumpit Smithin e famshëm, por thatë diçka tjetër, ose e latë kuptohet ashiqare. Në rast se nuk lironi komandantët, vatra e re e luftës është në Ballkan. Më e keqja kush është Sokol? Sa i ato tha. Duhet vëmë dorë, duhet veprojmë përpara se të ndodhi më e keq. Eta bordita nuk duhet harroj Kosovën. Eksakt pra ai bordi, për çfarë është? Për paqen ai bordi. Nuk është për ngrohen globale. Dhe po ju thoshte që ruani paqen duke shpallur të pafajshëm komandantët, në të kundërt do keni një vatër lufte që mbi cilën do punoni pastaj.